Shiko, nëse na jetojmë në një shtet shqiptar, është haram, është ndaluar, sepse është një ligj që me u martu me qikën argjës, e dajes, e tezës, nuk është urdhëres, as nuk është e ndaluar, por edhe nuk të urdhëron. Ku është përmendur kjo në Kur'an apo në hadithe për martesa të tilla? Ose di ku i merrni ju këto? Ku i merrni? Ku janë të shkruar? Por dietarët e Elazarit, që atje ku e keni mësuar ju, ku jeni shkollu, ata e kanë edhe një ligj, i thënë urfa. Urfi do të thotë zakoni i atij vendit. Gjerisa zakoni i atij vendit e ndalon martesën me qikën argjës edhe dajes, edhe në ligj, në ofiçari, kur shkon me qitë kunorën, nuk ja lejojnë qikën argjës, qikën e dajes, edhe falë Zotit që na Kosovë kemi haram, e kemi të ndaluar rrepsisht, shtu na mësojnë. Ndërkaq, në Kur'an nuk ndalohet, por në Kur'an theksohet, për shembull një mashkull me kë mund të martohet. Por neve s'na intereson ajo. Neve na intereson se në troje tona shqiptare, urfa, zakoni jonë e thot duhet me marë brezin e 9, edhe kështu kemi me vepër. A mund të shpjegojnë ngrana fetare? Po vështati të jomi pa problem. Po Altin? Do të bëja një ndërhyrje këtu në raport me kombin ton, në aspektin shumë historik. Para besimit fetar të krishterë dhe para besimit fetar musliman, një nga këto karakteristikat më të veçanta që kanë pas e ilirët të trashëguar tek shqiptarët, arbërt të shqiptarët, ka qenë një kulturë e veçantë që nuk e gjen në Europë, që ka qenë të martosh sa më larg. Dhe kjo ka krijuar një nga fenomenet më interesante biologjike, të përcaktuar edhe me shkencë tashmë, që ka të bëjë që ne shqiptarët se kemi njohur incestin. Ne shqiptarët kemi qenë shumë larg incestit. Shqiptarët nuk kanë martu me familjarët e tyre, po asë në fisë tyre... Lutëm një përmisim, incesti nuk nënkupton me qikën agjës, qikën e dajes. Sa ashtu profeti e kishte bojë incest, vajzën që e martu me djalin agjës. Lutëm, ama një replik të vogël, mos ta bëjmë shumë zyrtare ofishal. Të mbarojt lutëm. Shqiptarët e kanë traditë dhe kjo traditë është respektu gjithmonë, dash në besim krishterë, dash besim musliman, që ne kemi ndërtu një racë shumë të pastër në aspektin jo të racë ariane, po në kuptimin biologjik të fjalës. Që kuptimin biologjik? Në fiset tona nuk janë martu brenda fisit, po as jashtë fisit me fisin në gjitë. Brenda fshatit jo, po as ke fshati pranë, po matan. Dhe kjo ka ndërtu një nga rasat më të fuqishme biologjike, që do thotë... Ore të themi në shkurt, shoqëria jo në shoqëri muslimane. Dhe kur themi muslimane, shumicën i kemi musliman. Në 500 vite, sa raste kemi patur, tash 500 vjetë, që jemi musliman, që jemi martuar me vajzën e migjës, kur jemi martuar në... Dhe kjo është fetare, pra. Mos martesa është fetare. Ta maran të lutëm, po, Altin? është një fenomen shqiptar që nuk e gjen asë në popull i fqinj, asë në popull i tjerë ka që zhvilluar, që nuk lejohesh brenda fisit, trungu i fisit, të pranonte që vajza dhe djemtë e tyre, të kishin martesa të afërta në lidhje gjaku. Jo brezi 7, po them, po edhe më larg. Dhe kjo ka sjell që ne shqiptarët jemi shqiptar veri dhe jug, sepse mi martu kaq larg njëri tjetrit, duke krijuar edhe një fenomen shumë interesant të një ngjashmërie gjenetike që kemi në jug, veri, anash, majtas, djathtas, në të gjithë historinë tonë, dhe kjo ka ndodhur dhe me musliman, edhe në kohën e komunitetit musliman, edhe komunitetin e krishterë, po është mijëra vjeçare. Dhe kjo ka bën neve që jemi një nga racat më të bukura, më të mira, më të forta biologjike. Sa më larg janë martu që të mos kenë asnjë afërsi gjaku. Por kemi një fenomen interesant që është për kuriozitet dhe për emisionin tënd. Ne kemi një lagje që quhet sokaku i të marrëve, Gjirokastër. A di pse quhet sokaku i të marrëve? Për shkak të martesave brenda fisit, që nxirrshin shumë fëmijë defektos. Pyetja është, si është historia e ardhjeve para 400 vjetësh në këtë lagje të judejve të konvertuar në musliman që erdhën nga Spanja, ku nga kjo lagje ka dalë dhe Kadareja, edhe Enver Hoxha, Çifut domethënë, edhe Ardit Xhebreja, edhe shumë tjerë. Nga kjo lagje të marrëve? Sepse sokaku të marrëve, po të lexosh Kadaren,
ke kronik ngur, nuk po flet për shqiptar, po ta lexosh. Po flet për karakteristika tipike të judejve, të pikërisht martesave brenda familjes për trut pasurinë, pra martesa incestuale. A ekziston vilazhi Altin sot? Po, sot ekziston. Së koku i të morve. Edhe Enver Hoxha nga ilaçi ka dalë. Edhe Enver Hoxha nga ilaçi. Tash mos t'i bi çane. Edhe Enver Hoxha. Fiksohet. Dhe për ta mbyll argumentin tim është kjo. Lumën e shqiptarët që kemi këtë traditë kaq të bukur që martohemi shumë larg lidhjeve. Bravo, do të vini kamerë do të vini. Po hoç edhe diçka. Sa kur se ti të thuash për Islamin, që Islami na mëson ne këtë, është i ysh në hak dhe kosto të tilla Islami nuk ka pse i mbart. Pse? E vërteta Islame është kjo, që thot halali është i qartë dhe harami është i qartë. Në mes tyre ka gjëra të cilat janë mes halalit dhe haramit të dyshimta. Prandaj largohuni atyre fetarisht. Pra me doktrinën islame duhet të martohesh sa më larg atyre që janë falë unë nuk të prej, nuk e kam çfarë pa të bëj. Do të thonë profeti pas ka gabuar që Fatimën e ka martuar pa djalin Islami, po tani ju do mlini atë që në fundacion. Po e kam një pyetje këtu, e kam. Po tash. E kam një pyetje. Islami nuk ka zbritur për shqiptarët, nuk ka zbritur veç për arabët. Islami ka zbritur për të gjithë popujt. Jo pyetje dushmon nga më bë, sa është lutem shumë. Jo nuk lej. Ja pyetjen e kam. Ka xhollar, që s'du me thonë, unë kam shumë miq, që thonë, ai që thot, nuk bën me marr djalë ti kanë miq që s'del prej dinjit. Po, e ken video. Ka xhollar, lutem shumë. Video. Dëgjoj, kostot hoxhallarë të dijeve të tyre dhe argumenteve të tyre le t'i mbajnë për vete. Po ti çfarë mendon? Islam. Dëgjoj një sekond. Islami ka treguar qartas se me kë nuk mund të martohesh. Për të tjerët ka heshtur. Unë nuk kam gjetur në librat islame, as në Kur'an, as në Sunet, nuk kam lexuar ndonjë urdhres që Zoti i botëve na ka urdhëruar ne të martohemi me vajzën e Axhës apo me njerëz të farefisit. Prandaj, duhet të them, unë këtu nuk jam për të përcaktuar çka Zoti e ka lejuar dhe ta kthej ta bëj haram, këtë nuk guxoj ta bëj, por as të bëj diçka që Zoti ka heshtur për të dhe ta sjellim ne në dritën e diellit dhe të themi, ore, është mirë kjo apo është keq kjo? Kjo është një gjë e dëmshme. Martesa me të afërmit në shoqërinë tonë, çifutet e kanë patur traditë dhe francezët e kanë patur traditë të martohen me motrën, francezët, aristokracia franceze është martuar me motrën, burri është martuar me motrën. Dhe tani po ju i keni model pra francezët, ju doni kulturën e tyre pra, dëgjoj njerëzit. Prandaj po them, ne nuk mund të jemi francezë që të martohemi me motrën larg qoftë, as nuk mund të jemi. Po me çikat miqës pak më larg. Ore nuk në asnjë mënyrë ne në shoqërinë tonë, Zoti i botëve disa rregulla u ka lënë popujve. Thjesht ka sjell ombredhën e ndalesave. Ore, ra luftë, mbetën vetëm një mashkull dhe një femër mbi tokë. Nëse ata janë vëlla e motër, nuk mund të shtohet raca njerëzore mbi këtë. Ky është incesti. Dhe sepse Islami ka zbritur ligj që është për çdo lloj kohe. Nëse hidhet një bombë bërthamore në të gjithë botën dhe mbetet një mashkull